Trungu i shtëpisë, trungu i familjes. Nus jam kam lënë. Normal. Jo vetëm ty, po edhe ti mat. Nus jam lënë. Edhe ti mat, edhe vllai im, nëse është futur një linje ka bërë dashura vet, a kupton? Do të thonë është mos e logjikshme. Unë kam arrit që të kuptoj që familja është gjëja më e shenjtë në botë, sa që unë punoj vetëm brada. Po, e vërtet. Bravo. Po i kafe më ditë pi, unë s'jam konsumusja si lloj gjëje, vetëm që kafe më ditë. Që gruaja duhet t'ja... Po, edhe paket cigare. Qa ishte? Po kush është kundër kësaj me? Po nisi ti shfaq që thejmë kërkon menim për çdo lloj gjëje. Ti se ke as burr. Thejmë pëlqeni mashkull shumë i gjitur. Kjo ishte tema. Ktheva sepse po Nuk thash përgjithësisht, ai sa ka bën muhabet as si gos, as një farë. Biles e duan me biles e duan me atërheqi çik. Kjo zemra thotë shumë i ngjitur me mos ja vaj çik që ta kenë më shumë qef. Mendon që një nga gosat në shtëpi, ose më saktë kështu, kush mendon që një nga ne vajzat në shtëpi ka veshje shumë ekstravagante? Po ta thash herë. Jo ti, Morstina, atë gjë. Këthe? Çfarë thash? Abra. Ç'fu ka mot? Beta. Ç'pun ka mor, po kjo është mendim. Unë për shembull mund të them që Mali për shembull më pëlqen shumë çfarë stili ka. Nuk e ka të njëjtë masni nga çunat, se ka bazik, dhe më pëlqen stili Malit. Mi fjala. Mali! Edhe ka qenë gjë e parë që ja kam shpreh Malit. Për shembull për mua çdo shumë vishet mirë, i keni stile bazike, një njerëz që veçon për stilin e tij. Pëlqen rrobat e Eugenit. Edhe Eugjini ka stil veçantë. Të falenderojmë. Kurse ne tjerë jena si dele. Ne jemi Ballkan Edition, Jo, sa që visheni se gjithë secili nga ju ka stilin personal. Ne jemi Ballkan Edition. Po, si njëri që nuk më pëlqen e Janë dy thjeshta. veçanë me pa fjalë. Unë kam pëlqyer Ti ke stilin, si këta modelet e huaja vëlla. Ka ato që veshin një dorë për jashtë, një Bravo, dorë po brenda. prasë, se është lloj ka të veçantë. Thank you. Loreja. Super, unë pëlqen shumë gjërat e tua. Gjaketa ashtu. Edhe stilin se kam thënë Lukas. Edhe Loreja. Se ka stilin e Stilin se veçantë. kam thënë. Stilin se kam thënë edhe mos me bizhame vishë se ke gjërat. Ke stilin interesante. shumë edhe serioz shumë. E ke përsi nuk. Je tipi vetë valla. Rrosh, faleminderit. Je tipi vetë. Je neshje. Faleminderit. Gjithsesi Mateo sot na Gjithsesi Mateo edhe një pyetje. Kot. Mateo, na knaqes. E bëm. Dashur të arshme që po të shikon tani nga televizori. Goca bëni gati. E ka marrë shënimet, ka shkruar te notes aty. Mateo. Mos jeni ekstravagante. O Mateo, po sikur kur dalesh nga këtu ta kesh në listën kështu vu. Do ta kete. Sa më shumë kërkesa të kesh, aq më shumë e ulat e rrethit. Aq më pak interesuar je. Nuk vuj për kërkesa. Po jo, s'vun njeri, nuk vun njeri. Jo vetëm ti, nuk vun njeri. Ja më zë ka vujtë sa të lush. Me mirë. Më vërtet kam për raportet femë mashull. Po nuk ngel njeri në derë. Po, për të ngel ka sa lush, përvaret ku jam. Po gjese duan. Se janë të kënaqur. Se janë të kënaqur, por se s'ka njerëz. Në vendet e thella shumë ke shumë ngel në derë. Si çuna si goca. Folim realitetin. Ky brez që po vjen, Me këto breza që po vjen, ti sa më shkujt sot vujnë nga vetbesimi. Po, e vërtet. Sepse i kompleksojnë femrat. I dhe kompleksojnë me femrat gjithashtu, çfarë do bëjnë, se sot shumica nuk shohin vetëm pasqyrë, e ta dinë çka kërkojnë. Prandaj ka kaq shumë çuna që flasin gjithmonë për, kjo është femër materialiste. Larg femrave materialiste, i urrej femrave materialiste. Ka qef ato me qenë ashtu. Edhe i gjë tjetër. E diti sa çuna ka me lek jashtë janë të kompleksuar prap. Po me dietat femra thonë, "O vlla, ç'a do kjo fund ditës?" Po me këtë goca materialiste. Nuk e kuptoj thotë, "Kjo ç'a do, ç'a kërkon më?" Goca materialiste kush e ka mësu keq? Si? Këto gocat Fajne materialiste. kanë ato. To pastaj nuk jam tema që mund të pëlqejnë fare. E kanë shumë fajne. So mendoj që ka shumë goca dhe jashtë që bëjnë qefin vetes aq shumë, edhe punojnë aq shumë, se që është më se normale që ato që një x gjë që ja plotson vetes, mund ta kërkoj edhe te partneri. Jo rasti im, se unë Kjo që po thu ti, ish partneri im për shembull nuk se ka pas gjithkohë, sot se ka pas fare problem. Te që po thu Se ti. bëra vetes, nuk më mungonte si Shiko, thua. i femër që kërkon një mashkull me nivel, i femër që është arsimuar, e punësuar në karrierë, gjitha, unë jam shumë dakord që të vlerësoj veten, edhe të kërkoj një standard. Edhe i mashkull me standard, i mashkull me kërkesa, i mashkull që kërkon tik i lartë. Një gjë që kjo është çështje standardi. Këtu ka ti ke tjetër standard jetese dhe kërkon tjetër standard te partneri. Ky është problemi këtu. Ndërsa nëse ti je një vajzë që ke një standard mesatar dhe kërkon standard mesatar, po jo më poshtë, kjo është më se normale dhe shpesh herë është ngatruar me materializëm. Jo vëlla, nëse unë fitoj kaq shumë për veten time dhe bëj këtë stil jetese, unë nuk mund të shkoj për një partner që bën një tjetër stil jetese, se unë e kam mësuar veten time me këtë gjë. Po çështje standardi. Po njëkohësisht
nuk kërkoj dot dhe më shumë unë, du me 7 shtëpia, një plazh, një këtu. Unë, një femre me standard, unë jap dorën, se ka respekt për veten. Një femre materialiste, Problemi është që shoqëria jonë ngatron ti deri. për jashtë ke pasqyra ta shohë herë veten, ta komentoj herë, pastaj ti këtë kërkoj princin e kajtërt. Mos harro që ti femër pa standard, mishkujt i shkojnë me sy tjetër. Mateo, standardi. Po i femër pa standard, as në kafe se ul. Mateo, standardi tjetë në përputhshmëri me të ardhurat e tua, me ambicien tënde, me stilin e jetës, por nuk mund ta vendosësh standardin në disproporcion me këto të tjera. Çfarë që kanë për është e bashkë të rrugë një mashkull më shumë lek. Jo, ka të bëj pra. Qofse të bi, je i mirë se ardhur. Jo ta kërkoj. Ka problem se nuk ka respekt për veten, sepse gjitha historitë e vajzave që s'kan pasur si dhe kanë parë për këtë partner. Dy sekonda, t'ja them dhe gjë tjetër. Për të kanë respekt për veten. Kjo është me opinionim. Sepse ka qenë gjithmonë e shtypur dhe gjithmonë e shkelur, Unë gjithmonë. jam materialiste vlla, dua një mashkull me lek. Këto raste kanë treguar që me kohën, në momentin që kjo marrëdhënie mbaron, ti ngelesh mes të rrugës filli kap. Kanë ardhur disa kohë. Nuk ka respekt për veten. Nëse nuk ka respekt për veten për ta ushqyer vetes atë lloj standardi, atë që do dhe pretendon, nuk e për të bërë asnjëherë ajo, se gjithmonë vjen një moment që ti ngelesh mes rrugës. Edhe një mendim kam unë. E di për kë kam super respekt për një vajzë. Fshati vajzën e thjeshtër. O Mateo, kam për një vajzë, për shembull që bën dashuri me një djalë me shumë mundësi, dhe atë djalin nuk përfiton nga ideali, por përfiton për mirë për të bërë versionin më i mirë i vetes, që do thotë, fillon një punë të mirë, sepse ai ka njohje më shumë, bën një shkollë të mirë dhe investohet te vita vet, sepse ai ideali ka mundësi, po jo dikush që unë rrin shtëpi, ti ma blesh, ti ma sjell, se kjo është. Ai ta futet në shkelin kur të do. Ti dhe unë ndjekim në Instagram dhe edhe i shohim sa bukur vishë filan. Lorna, dëgjon se ma thënë, po kjo është një për mendimin tim, ka vajza që s'ka respekt për veten. Dua të jem materialiste vlla. E dua të dashur me lekë dhe të më mbaj këtu. Jo, kjo është materialiste. Kjo nëse e di kur është materialiste, kur ti se ke dhe e don. Nëse kur ti ja ofron vetes tate dhe e kërkon, ajo është standard. Por nëse ti se ke absolutisht fare dhe ti nuk mundohesh me arrit vetes tate standardin dhe e do patjetër te partneri, ky është materializëm. Ne po thojmë pra, në proporcion me gjërat që ti ofron vetes tënde. Ti do të arrisësh nga dyshit e treshit, ai do të arrisësh nga 0 tek 100. Është hapi saj o super, po kjo për mendimin tim është mos respektim ndaj vetes tate. Se çfarë të bësh? Edhe pa aftësi, se një femër që i veç